që është ngritur një alarm pa diskutim në varësi të asaj se çfarë u pasqyruar dhe u dha për shkak të produkteve dhe të një lloj pureje e cila me sa duket thuhet deri tani që ka helm për minjt. Se ku qëndron e vërteta, a duhet të alarmohemi, si është në Shqipëri ky raport dhe gjithçka tjetër, më pas ndalim edhe tek çekokremi me salmonele. Diskutojmë këtë me dekanin e Fakultetit të Bioteknologjisë, Kaplan Sulet. Mirëmëngjes, mirë se erdhët, se në fakt ishim duke pritur edhe e dim shumë mirë që trafiku i Tiranës nuk ja u lejoi të vinit përpara, kështu do kemi mundësi në kaq minuta ta diskutojmë pak. Faleminderit për ftesën. Tani ne u alarmuam. Jo vetëm si gazetari, si njerëz të medias, por edhe si qytetar. Si është parë në këndvështrimin tuaj, si ekspert? Lidhur me çështjen e parë që ju përmendët, bëhet fjalë për një ushqim për fëmijë, në xhar ose në kavanos, i cili përmban pure patate, por mund të ketë përzierje karrotash e patatesh dhe perimesh të tjera, të cilat futen si ushqim tek fëmijët, kryesisht në moshat të vogla. Për të dhënë atyre mundësi për të ushqyer në mënyrë të balancuar. Autoritetet austriake, autoritetet policore fillimisht austriake, kanë zbuluar praninë e mbetjeve të rrezikshme, kryesisht një preparati, një rodenticidi që përdoret për kundër mijëve. Cila është kjo substancë nuk është deklaruar akoma për faktin sepse janë çështje hetimesh dhe është klasifikuar si një krim federal për faktin sepse prania e këtij prania në Austri, për shkak sepse prania e këtij rodenticidi konsiderohet si një substancë e rrezikshme për jetën dhe mjaft toksike. Dhe kjo bën që çështja të jetë mjaft e ndjeshme dhe jo vetëm kaq, por ka alarmuar publikun dhe të gjitha autoritetet e kontrollit të ushqimeve në Austri. Çfarë sasie duhet të jetë kur flasim për rrezik për jetën? Kompania HIP ka deklaruar që bëhet fjalë për një parti të produktit cila ka qarkulluar në Austri dhe produkti është tërhequr në tregu, nuk bëhet fjalë thot për produkte të shpërndara në vende të tjera të Europës. Mos harrojmë që është një kompani prestigjioze në fushën e prodhimit të ushqimeve për fëmijë dhe ka shpërndar dhe tregtuar ushqime në shumë vende të Europës dhe në vende të tjera të botës. Po, në fakt ka qenë Gjermania që ka reaguar me njëherë duke larguar totalisht nga tregu dhe fakt ka pasur edhe reagime edhe në Shqipëri sepse ju tha dhe pak më herët. Sistemi alert i njoftimit të Bashkimit Evropian ka bërë të mundur që të merret informacioni në mënyrë të menjëhershme paralel në të gjithë vendet e Bashkimit Evropian, ashtu si është njoftuar dhe autoritetet shqiptare për këtë lloj rreziku që është paraqitur në Austri. E vërtet, në fakt, ajo është se çfarë po thoja edhe pak më herët, fakti një shqetësimi të shtuar të prindërve në Shqipëri, sepse ju e thatë që është një produkt i cili blihet për të konsumuar nga fëmijët që janë nën moshën 1 vjeç, në mos gaboj. Po patjetër kur futet ushqimet e para të fëmijëve, që janë puret të ndryshme, kryesisht tek fëmijët cilët ka kaluar moshën 6 muaj, fillojnë ushqimet e para dhe janë perimet ato që dominojnë fillimisht si ushqime, duke së bashku me qumshin për fëmijë. A ka një identifikim ky produkt në momentin që ka një helm se është më rënd ta thuash? Unë i lexova me vëmendje, duke qenë edhe pjesë e profesionit, i lexova të gjitha njoftimet dhe ka shumë hipoteza ngritur me rastin, ku theksohet që mund të ketë ardhur kontaminimi si pasojë e lëndës parë, e patateve ose të karrotave, të cilat mund të jenë mbajtur në magazina, ku është kontaminuar pastaj nga minjtë, të cilët kanë konsumuar pikërisht të preparat këtë rodenticid si pasojë e përdorimit në luftën kundër mijëve. Ka luftuar minjtë në magazinat ku kanë qëndruar mbas. Minjtë kanë kontaminuar, mund të ketë kontaminuar magazinat. Por nga ana tjetër mendohet që mund të jetë një kontaminim mjedisor i cili lidhet kryesisht ose i zinxhirit të prodhimit të këtij produkti dhe ka një hipotezë sikur është partia e produktit që shruajtur në ambiente që ka patur edhe preparate të minjve me këtë rodenticid. Dhe kavanozët nuk kanë qenë të mbyllur mirë, por ka patur hapësira, kanë komunikuar me mjedisin, bashkë me to kanë marrë edhe këtë pjesë
të produktit. A ka mënyrë që disa lloje rodenticide evaporojnë, avullojnë dhe mund të futen me anë të ajrit dhe të kenë mbetje në ushqime. Pikërisht, se ndoshta po të ishte vetëm si element është dalluar. Dozat e identifikuara nuk kanë qenë të konsiderueshme sipas njoftimit të autoriteteve austriake, por referuar peshës së vogël dhe moshës së fëmijëve konsiderohen mjaft të rrezikshme. A ka, le të themi, në këtë mes një mënyrë për ta neutralizuar, për ta bërë të sigurt si produkt në momentin që ta zëm fatkeqësisht e kemi marrë si produkt tashmë, përpara se të japim fëmijëve në procesin e gatimit, është një mënyrë për ta neutralizuar? Autoritetet shqiptare të sigurisë ushqimore, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit duhet që menjëherë të veprojë, të shikojë nëse në Shqipëri të kontrolloj futjen e produkteve nëpër doganat, marrë informacion nga doganat dhe të shikojë nëse ky produkt është futur në Shqipëri. Nëse ai shpërndar nëpër marketet, duhet patur kujdes dhe duhet kontaktuar menjëherë me autoritetet austriake ose me njoftimet dhe informacionin që është për rastin ku jepet data e skadencës, jepet informacioni mbi lotin dhe serinë e prodhimit. Dhe pikërisht këto, nëse ato janë reklamuar si pikërisht seria ose loti reklamuar si një seri që përmban këtë rrezik, menjëherë duhet njoftuar, nëse ai është i pranishëm në Shqipëri, duhet të riqet menjëherë në tregu. Nëse jo, atëherë produktet konsiderohen të parrezikshme për faktin sepse tashmë është vërtetuar dhe është arritur që të identifikohen se cila seri dhe cili lot i prodhimit ka qenë i kontaminuar. Gjithsesi kjo nuk mjafton. Ju përmendet që autoritetet gjermane e kanë tërhequr produktin në tregu për shkak për të parambrojtur popullatën dhe për të mbrojtur këtë grup mosh. Duhet bëhet njëjta gjë në Shqipëri, se në momentin që është alarmi të paktën të ketë një tërheqje të produktit, të identifikohet nëse ka përmbajtje. Ajo që i duhet autoritetet shqiptare duhen kontaktet e menjëhershme me gjithë autoritetet e sigurisë ushqimore të vendeve të Bashkimit Evropian dhe kryesisht vendosja kontakte dhe shkëmbimi i informacionit me autoritetet e sigurisë ushqimore të Republikës Austrisë. Po prindrit paktën për një farë kohe duhet të gjejnë një mënyrë tjetër alternative? Do të jenë të kujdesshëm, paktën të mundon ta shmangin vetën. Për momentin mund të marrin ushqime alternative dhe nuk mund të ekspozohen qoftë edhe me rreziqe të fshehura, të pa identifikuara të këtij produkti të prodhuar nga kompania IP. Dhe në fakt, si pasojë e këtyre lajmeve, unë e thash edhe pak më herët që shqetësimi është i madh, aq më tepër kur bëhet fjalë për fëmijë dhe për produkte të tilla. Për mua dhe ndoshta për të gjithë është një nga çështjet më serioze të identifikuara kohët e fundit. Bëhet fjalë për një rodenticid, që po mos harrojmë që kur përdoret tek minjt vdekja e minjve dhe ose ngordhja e minjve arrihet për disa minuta. Është substancë mjaft e rrezikshme. Ne do ndalemi edhe tek produkti tjetër në fakt, por do të kemi mundësi të bëjmë edhe një bisedë me toksikologun Aler Drishti në lidhje me këtë produkt. Pra, bëhet fjalë për puret e fëmijëve të cilat kanë përmbajtje me ato që po thuhet të helmit për minj. Mirëmëngjes Alert, mirë se erdhe. Mirëmëngjes doktor. Mirëmëngjes, Beta. Tani besoj që je i njohur edhe me rastin edhe me atë se çfarë po ndodh në lidhje me këtë projekt. Të lutem do ulësh pak zërin e televizorit që të kemi mundësi të bëjmë bisedën në mënyrë komode. Nuk kam televizor. Okej, më kthehet zëri atëherë. Okej, nuk ka problem. Atëherë nisim bisedën. Si është dukur ky rast dhe alarmi që është ngritur? Atëherë alarmi është me të drejtë nëse produktet ushqimore të trajtohen pa kontroll edhe në momentin që ato kontrollohen, konstatohen hemje të këtyre trupeve, sigurisht që problemi është serioz. Megjithatë, ne në KSOK nuk kemi pas raste të intershkupimit me këto lloj substancash. Megjithatë, si toksikolog mund të them që rodenticidet janë i grup helmesh që përdoren për eliminimin e prejtëve, por sigurisht në dozat e caktuara ato japin po të njëjtin efekt edhe tek njeriu. Po të njëjtin efekt dhe tek njeriu. Okej. Pra mund të jetë një fatalitet i shpejt, mund të jetë një le të themi si është efekti në momentin që njeriu bie në kontakt. Fëmia në këtë rast. Po flas mbi rodenticidet, ato përgjithsisht janë në dy klasa, njëra e tipit të kumarinës, pra të ndikon në e gjakut dhe mekanizmin toksik janë hemoragjit që
shkaktojnë organizëm. Çfarë në hemorragji? Shkaktojnë hemorragji. Në hemorragji të menjashme. Ua. Grupi fumit gambe, është një lloj. Kemi Po, e qartë. Kemi një problem. Grupi tjetër është një grupi